burri o sjell keq me ty, ka fol fjalë të rana, është sjell në mënyrë jo njerëzore me ty, po edhe si burr, gruaja jote nuk është sjell mirë me ty, ka thonë fjalë që s'është dashur me thonë, ka bë sjellje që s'është dashur me thonë, sa herë më ia fal asajna, ose ti sa herë më ia fal atina, burrit tan. Ti kur më ia fal në njëri tjetrit. Nga këtë hadith, ka ardhur njëri te Rasulullah alayhi salam dhe ka thonë ja Rasulullah, shërptori jam, shërptori, sa herë më ia fal atina. Atë kuptime shumë po ban gabime. E nuk I ka fol Rasulullah alayhi salam. Tani ka thonë kjo ja Rasulullah, sa herë më ia fal atina. E nuk I ka fol Muhamedi alayhi salam. E ka thonë për 3 herë, sa herë më ia fal ja Rasulullah. Shumë në atë kuptime po ban gabime. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, falja për çdo ditë ka 70 herë. Nëse 70 herë mrena ditës shërptori yt, punëtori yt ban gabime, falja den 70 herë. Kjo me shërptorin. E qysh është puna ti me babën e fëmijëve tu, ose ti me nanën e fëmijëve tu. Sa herë më ia fal në ditët? Nëse shërptorit 70 herë në ditët, sa herë më ia fal në njëri tjetrit? Allahu azza wa jalla na baft për atyne që spaku 3-4 herë falem njëri tjetrin në ditës. Allahu azza wa jalla baft rahmet në zemrat tona, në rujt familjet tona. Falni o musliman, falni njëri tjetrit shumë. Falni, mos harroni mirësinë mes juve, ka thënë Allahu azza wa jalla.